po ju bëj me dije, zoti kryeministër, ashtu siç unë, me të gjithë kërkesat të ligjit, nga i parë që u rekrutova në bazë të një konkurrimi dhe të një emërimi, nga i parë deri te fundit, ne do të fillojmë dhe një moment të afërm që të verifikojmë për çdo inspektor të Republikës Shqipërisë që do duhet të jetë në pozicionin e duhur, kualifikimin e duhur dhe si në ndeshje të ligjit, pra që po themi që unë jam jurist apo një person tjetër është një profesion i caktuar, do duhet që patjetër që të vë tek mjekësia të jetë doktori, mos jetë, më falni, pa më keq kuptuar, agronomi. Pra, ai ke bimet, ai te veterinaria, do të shikojmë që të përmirësojmë dukshëm gjithçka. Edhe një herë, më falni që u zgjata shumë, por ishte një moment që do duhej të thuaj dy fjalë, por ju falenderoj për besimin, zoti kryeministër, dhe jeni sigurt që ajo dorashë që më keni hedhur, ajo sfidë të cilët më keni vënë përpara, do ta përmbushim bashkë me të gjithë këto burra, këto gra dhe këto burra të nderuar, dhe që do ju nderojmë në fund dhe ju garantojmë që inspektimi do të jetë model ashtu siç ju përmendet për doganat, për tatimet apo institucionet e tjera, dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa e tepruar, po flasi burr, fjalën e nderit. Faleminderit. Dua të shtoj një komponent që besoj do jetë vlerë në këtë përpjekje për këtë fazë të dytë të reformës, që është bashkëpunimi me universitetet. Ne kemi pas një eksperiencë pozitive fillestare me Universitetin Bujqësor për të testuar të gjithë inspektorët e AKU-s. Dhe besoj që do jetë shumë e rëndësishme për të nesërmen që nga pozitat e kryeinspektorit përgjithshëm të bëhen marrëveshje me universitetet lidhur me atë që the pak më përpara, që profesionalizmi të garantohet sipas çdo fushë. Jo një që ka mbaruar agronomi të bëjë inspektimin për një fushë që s'është e tija apo e anasjellta. Dhe vendosja në një kalendar e trajnimeve dhe certifikimeve në mënyrë të përvitshme, e shoqëruar me një sistem bonusesh financiare për të vlerësuar ata që janë më të mirët, do jetë vërtet një shtyse e mirë, por do jetë dhe një garanci. Do jetë një garanci për të testuar përmbajtjen e burimeve njerëzore të inspektoriateve dhe për karrierën e gjithë secilit. Dhe tjetra që dua të shtoj, pavarësisht se shumë kush mund të rrudhi buzët apo mund të gjej edhe këtu rastin për të përqeshur e për të zgërdhir, është motamo ajo që tha kryeinspektori, sepse ne patëm i takim, edhe ajo që u shtrua nga zoti Sula ishte dua një sfidë dhe dua të më sfidosh dhe të të sfidoj. Okej. Edhe unë i thash fillohe nga konkursi për kryeinspektorin përgjithshëm. Por jam i sigurt që kush realisht beson tek vetja dhe tek mundësia e një karriere, çdo dyshim, çdo paragjykim duhet ta vërë në provë. Dhe për mua është themelore që rekrutimi në gjitha nivelet, por inspektorëve, të jetë totalisht i garantuar për çdo, pavarësisht
se nga vjen qoftë përgatësi politike, qoftë krajinore, qoftë status social, qoftë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mund të jetë ndryshe nëse duam të kapim të gjitha ato standarde që janë domosdoshmëri për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Juve këtu nga trupa juaj, në rastin konkret nga AKU-ja dhe nga ato 2-3 inspektoratet e tjera që do t'i bashkohen, që do të krijojnë sinergjin, se do ketë dhe grupime të inspektorateve për të pas sinergji, varet një nga komponentët kryesor të antarësimit që është siguria ushqimore. Dhe e dim shumë mirë nga historia e integrimeve, të gjitha vendet kanë hequr të zit e ullirit me sigurinë ushqimore. Bullgarisë i ka mbetur për një kohë gjatë pezu procesi për shkak të sigurisë ushqimore. Kroacia ka bërë një punë titanike për sigurinë ushqimore. Kështu që nuk është vetëm inspektimi, por inspektimi është kyç. Pra, besoj që jemi të qartë dhe kjo është rruga. Dhe unë dua t'uroj edhe një herë suksese zotit Sula në këtë detyrë e cila është thelbësore për klimën e biznesit dhe për bizneset. Inspektorati i përgjithshëm do të ketë gjithashtu në menaxhim sistemin e ri që neve sapo kemi përfunduar në bashkëpunim me Action të gjobave, i cili do të përmbledh të gjitha gjobat që lëshohen nga gjithë institucionet publike, qoftë për bizneset ashtu dhe për qytetarët. Është një input shumë i rëndësishëm që do t'i vi sistemit të përgjithshëm të inspektimeve, pasi në bazë edhe të penaliteteve dhe të sjelljes do të vendoset, pra ky do të jetë element thelbësor në vendosjen nëse do të shkohet apo nuk do të shkohet për respektim në një subjekt të caktuar. Elementi i dytë që dua të theksoj, që është në fakt arsyeja kryesore pse unë kam kaq për zemër këtë reformë, është dhe transparenca. Në fund të vitit, pra në përfundim të gjithë këtij procesi, çdo biznes i cili regjistrohet në Republikën e Shqipërisë, i cili kryen një veprim në qendrën kombëtare të biznesit, në momentin që bashkëvepron me regjistrin, do të informohet mbi çdo detyrim që do të ketë biznesi në drejtim të legjislacionit shqiptar, do të informohet mbi çdo inspektorat që do të mund të shkojë në zbatim të legjislacionit dhe gjithashtu se cilat do të jenë penalitetet në rast shkelje të një apo një tjetër mospërmbushje ligjore. Unë them që kjo, bashkë me gjithë reformimin e sistemit inspektime dhe me gjithë elementet që ne përmendëm më parë, e përmbyll kornizën e reformës dhe është ajo që i duhet marrëdhënies son të re me biznesin, e cila jam e bindur që në vitin 2027 do të hyjë në një shkallë tjetër dhe në sinergji me gjithë politikat që ne kemi ndërmarrë do të përmirësohet dhe do t'i lejojë Shqipërisë që të mbështesë bizneset të cilat janë konkurruese, të cilat janë produktive dhe do të na ndihmojë të kemi një marrëdhënie të qartë, të pastër, transparente, të drejtë dhe konkurruese me biznesin. Faleminderit.